Sot është 8 marsi, dita ndërkombëtare e grave. Duke folur përpara grave në një tubim në Pallatin e Kongreseve, kryeministri Berisha tha se duhet të shemben muret e patriarkalizmit dhe gratë duhet luftojnë më shumë dhe të mos presin që lirin të adhurojnë burrat. Me simbolikën e veshjeve tradicionale të gruas nga të gjitha trojet shqiptare, gratë demokrate kanë festuar në Tiranë 8 marsin, që këtë vit përkon me jubileun e 100 vjetorit të themelimit të shtetit shqiptar. Por festa ka lënë vend dhe për refleksione për rolin e gruas në shoqërinë shqiptare, që në këndvështrimin e kryetares së Kuvendit Jozefina Topalli ja ka dalë të ngrihet mbi vështirësitë dhe të thyej barrierat historike për të mos pranuar statusin e nënshtrimit. Po për te turpit historisë, gruaja ngrihet. Duke lënë mrapa pasigurinë e frikën, ajo ngrihet. Duke ka përcjell dhimbjen e nënqeshje, gruaja ngrihet. Duke refuzu vetmin, ajo ngrihet. Duke sjell dhuratën e dashurisë, ajo ngrihet. Gruaja ngrihet, ajo ngrihet. Ishit ju, ato që ngritën 2 dekada më parë, në emër të lirisë, si barikadat më fisnike kundër regjimit. Jemi ne, ato që vazhdojmë të ndërtojmë këtë mrekulli të lirisë. Bashkë me gjysmën tjetër, natyrisht, e që përfaqësohet dëngësisht këtu, nga zoti kryeministër. Në fakt, kryeministri Berisha i ftuar në festën e grave demokrate mori gjithë entuziazmin e tyre, si për të dëshmuar se e dashje pa dashje, gjysma më e mirë siç i quajti gratë shqiptare kryeministri, nuk bëjnë dot pa burrat. Nuk po dalem këtu të paraqes një bilanc statistikor të kontributit tuaj të jashtëzakonshëm. Mbasi në këtë fushë, statistika më saktë e botës mbetet në klasë, sa ajo që bëri ju me zemrën tuaj, me shpirtin tuaj fisnik, nuk mund të matet me asgjë. Pjesë e një shoqërie ku shpesh dëgjohen lajme tronditëse për dhunën në familje, kryeministri Berisha kishte një mesazh të fortë për gratë, të shembin murin patriarkal, dhunuesin e të drejtave të tyre. Unë ju bëj thirrje ju, mos e prisni dhuratë, rrëgjimin e tij. Radhë parë ju duhet vendosni të angazhojë në një betejë historike për mbrojtjen e lirive të drejtave tuaja. Është ky mur që gjeneron zullm ndaj jush, është ky mur që gjeneron diskriminim ndaj jush, është ky mur që mban shoqërinë tonë të pabarabartë. Nder të madh për ju, për gjithë vajzat e gratë shqiptare kudo që janë sot, gëzuar.